Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Babu al-Isra'i bil janazati. Gjenazja duhet të shpejtohet. Pra me kuptimin nuk hapse të vonohet gjenazja. Dhe ideja e shpejtimit është nuk është puna ta marrësh punën për një orë, për 2 orë. Pa as nuk është puna që ta çesh të presësh gjithë farefisin që është përndarë në përbot nga Australia në Amerikë edhe në Skandinavi që të vinë se i bjeve me gjenazën 4 ditë aty. Por thuhet shpejtimi i gjenazës nuk kuptohet atë që është normalitet dhe atë që është në traditë. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam قال أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها وإن يكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. Shpejtoni me gjenazën, se nëse është e hajrit dhe vepër mirë, e shpejtoni ose e përshpejtoni për tek e mira që e pret. E nëse është diçka tjetër, largoni të keqen nga mesi juaj. Pa nëse është e hajrit, është e mirë, është për atyre që meritojnë xhenetin, mos e vononi tjetër nga xheneti. Në çfarë është me vonu njeriu nga xheneti? Po nëse nuk është për në xhenet, është kategori tjetër, atëherë largojnë të keqen nga mesi juaj. Largojnë të keqen sa më shpejt nga mesi juaj. E rëndësishme kjo është një çështje që njerëzit duhet të jenë kujdesshëm, të kenë parasysh edhe ndjenjat e njerëzve. Para mu shpejtu njëri në atë shkallë që mos kenë mundësi gjaku dhe parefisi me umbledh. Njerëzit afër me umbledh, se do të zbatojmë hadithin. Ne do të kemi parasysh se në çdo gjë që bëjmë, do të shohim gjurmët dhe efektet që lejmë. Nëse kjo është një urdhëresë që nën kupton është e pëlqyeshme dhe mirë, kjo nuk më kupton që për një gjë që është e pëlqyeshme dhe e mirë ne shkatrojmë davetin apo t'japim imazhin e keq etj etj. Çfarë do të thotë? Okej, kjo është këshill dhe porosi nga ana e pejgamberit alayhis salam. Që është sunet, pra është diçka e preferuar dhe e mirë. Nëse zbatimi i kësaj preference çon në dëmtim të davetit, në dëmtim të imazhit, në llafe, në fjalë, në akuza, kundër akuza, nuk zbatohet ky sunet. Nuk zbatohet. Nuk ka arrën njerë, ku ka ardhur një rast domethënë, që ankoi se kishte vdek personi për namaz të ikindis, e kanë varros për akşam, as njerëzit nuk i kanë njoftu, as lloj gjëje, e ishin mërzit dajat, e ishin mërzit kushërit, e ishin mërzit gjithë njerëzit. E vetëm flitshin dhe vetëm villshin vrerë. Dhe logjikisht kishin drejt. Si vdes robi i shtëpisë dhe ti nuk njofton gjakun tat, farefisin tat, jo se s'ka argument nga suneti që pejgamberi ketë lajmëruar fisin. Subhanallah, subhanallah. Domethënë zbatimi i pa precedent i diçkaje të ardhur në fe. Ky quhet zbatimi i pa precedent, pra me humb shumë dhe me fitu pak. Humb se njerëzit urrejnë sunetin, urrejnë fen, urrejnë besimin, urrejnë islamin e këtyre njerëzve, urrejnë sunetin e pejgamberit alayhis salam, te ke fitu që ke zbatuar një sunet. A ja vlen? Nëse vjen peshore nuk ja vlen. Prandaj dhe janë ca gjëra që duhen marrë në konsiderat tradita, zakonet e gjëra. Përderisa nuk bie në haram, përderisa nuk bie në gjuna, janë ca gjëra që duhen marrë në konsiderat. Madje edhe nëse do të ishte diçka që është le të themi e papëlqyer apo urryer, prap merret në konsiderat situata dhe gjendja e njerëzve. Argumente për këtë që unë thash, hadithi i ndërtimit të Qabës. Pejgamberi alayhis salam i tha Aishës radhiyallahu anha, o Aisha, vetëm fakti se njerëzit janë të rinj në Islam, përndryshe unë do ta kisha shembur Qabën, do ta kisha ndërtuar edhe një herë siç e ka bërë Ibrahimi alayhis salam. Qabja e sot më shkatrore apo jo?
kub katror. Qabja e vërtet është drejtkëndësh. Qabja e vërtet është drejtkëndësh. Qabja sot është katrore. Dhe drejtkëndësh është zëvendësuar me një mur që quhet Hijru Ismail. Muri i Ismailit. Kështu e kanë quajtur kurejshitët kur e ndërtuan. Pra qabja nuk është ndërtuar akoma ashtu siç duhet, edhe pse ka Islami 15 shekuj që ka ardhur në tokë. Nuk e boni pejgamberi Islam, tentoi Abdullah ibn Zubairi, radhiyallahu anhu kur pati kur që princi i Mekës, kur që pati, si më thënë, udhëheqjen e Mekës, e prishi qabën, edhe e ndërtoi ashtu siç ishte ëndra dhe dëshira e pejgamberit alayhis salam. Erdhi Haxhaxhi e prishi dhe e shteu kështu siç është sot. Dhe që është nga ajo kohë nuk është ndryshuar më. Ndërkohë që ne e dim shumë mirë që Zoti i ka thënë pejgamberit alayhis salam, të kemi shpallur ty o Muhammed se duhet të ndjekësh traditën e Ibrahimit. Dhe tradita e Ibrahimit ishte që qabja të jetë formë drejtkëndshme. Për këtë arsye thonë disa dietarë, thotë se pejgamberi ose ka pas vazhdim me ndjek traditën e Ibrahimit. Megjithatë nuk e bëri. Pse? Dëmi ishte shumë më i madh. Po edhe po të ishte sunet ndërtimi i qabës në formën e asaj që ndërtoi Ibrahimi alayhis salam, pejgamberi ose prapë nuk e bëri, sepse dëmi do ishte shumë më i madh. Për këtë arsye janë disa më mend njerën në fillimet tona i vdiq baba i vllajt ton, apo si ishte malora e rruga, e kanë bë habibat ton atë rrugën për 5 minuta, ndërkohë që rruga zakonisht bëhet për 1 orë, sepse suneti me zbatu sunetin. Ata njerëzit e shkret, ata populli, njerëzit kombinate, kur vdiq baba njëri në kombinat, ata u habitën, çfarë që kanë tonë. Alhamdulillah, zbatojmë sunetin, ne na çelëm të zbatojmë sunetin, s'na intereson asgjë. Zbatojmë sunetin. Edhe ishte grupi që kishin mbajtur xhenazën, ishin atje lart fare, populli shkreta më ashtu. E kemi prit popullin lart 45 minuta. Nuk vjen ashtu 45 minuta para popullit. Okej, do të ishte edhe fillimi edhe. Okej, falem sa gjëra. Po të bëjmë të gabime tani mas 30 vjeç, nuk përtypet. Bëjmë të gabime mas 30 vjeç, nuk përtypet. Nëse hajë inshallah Zoti i shpërblet njerëzit sipas njëtit që kanë, por duhet të qenë të kujdesshëm. Kjo është ide, duhet të qenë të kujdesshëm. Zoti ju shpërblet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Babun fi tasjiyatil mayyit. Mbulesa e xhenazës me diçka tjetër përveç qefinit. Ne dim që qefimi në 3, thamë rroba 3 pëlhura që mbështillet në të i vdekurit. Gjatësia e qefinit duhet të jetë 40 deri në 50 cm më e madhe se sa gjatësia e trupit. Ndërsa gjërësia e qefinit duhet të jetë sa 3 fishi i gjërësisë së trupit, minimalisht. Zakonisht është copë e madhe dopje, po flasim si rregull. Pra sa 3 fishi i gjërësisë së trupit duhet të jetë gjërësia e qefinit. Ndërsa për sa i përket gjatësisë duhet të jetë 40 deri në 50 cm më e gjatë se sa gjatësia e trupit, në mënyrë që të ketë mundësi më mbledh sipër kokës dhe të ketë mundësi më mbledh poshtë këmbëve. Lidhet qefini me 5 lidhje, 3 në trup dhe 2 sipër, pra sipër kokës, 1, sipër këmbëve 2, 1 ke gjunjit, 1 ke gjoksi edhe 1 në mes. Po edhe nëse bëhet më pak nuk ka problem, po kjo është për siguri. Pra 1, 2, ndërsa në trup 3 copë. A vjet më gjë tjetër mbi qefin? Transmetohet në ditë saktë se mbi qefinin e pejgamberit sa është vendosur edhe një pëlhur tjetër. Pëlhura ka qenë më e trashë kjo, dhe ka qenë e qëndisur, jo e qëndisur, ka qenë me vija, domethënë me rryma të kuqe të holla, pra ka qenë si
si shivjet tani, e ke vërësë tip guverte, ndoshta kjo që ka ngellë si guverte, që i vjet sipër, ndoshta ka origjinë për kësaj gjëje. Që i vjet si copë tjetër, sipër qefinit. Ana Aisha زوج النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة. برد حبرة janë si të thëmë tip pëlhure pa e trash, jo si këto të hollat, jo si këto të qefini që janë si qarqaf, kurse kjo është e trash, diçka e trash, edhe ka qenë me vizat kushte, tip kuverte, pasi tip kuverte, pa ajo ka pas disa fije tani më rëdi fjalla dhe men, fije të kushte. Pra nuk ka qenë e bardhë, ka pas disa fije të kuqe. Ka qenë prej traditës që është fut kur ka vdek Fatimia radhiyallahu ta'ala anha. Fatimia radhiyallahu ta'ala anha padilon me amanet që kur ta vejnë tabut, t'i vejnë sipër tabutit një mbështjell, një tip mbuloje sipër, diçka që ishte mbi trup. Dhe ka mbet kjo për gratë, po shofshin Qabe sot, ose në Medinë, tabutat e femrave e kanë edhe një jo kapak, është tip e gjysma tabutit vetëm, e gjithë tabutit, pra nga koka e deri në mes trupit është edhe një si tip Spon. Pa sfondë druni, e trupit Kompensat. se tip kompensati që i vetë shumë sipër. Tip mbrojtësi, pse ka thonë Fatimia, radhiyallahu anha këtë gjë, se kishte merak që mos t'i dallohet trupi. Sa merak kanë pas, edhe sa turp kanë pas pa njerëz, subhanallah. Gocat e pejgamberit alayhis salam. Më babë që të gjari për thotë po, vetë pejgamberi sa s'ka qenë aq i turpshëm, thotë se s'mund të jetë një vajzë që s'janë prej ditët akoma. Ose ky termi që si goca që nuk është nda dita, ka qenë termi i vjetër, tani goca nda ditën vetë. S'ka nevojë me nda babi në ditën. Allahu musta'an. E rëndësishme, pra kjo është ideja, domethënë ideja është që mbi qefin mund vendoset dhe diçka tjetër. Po mirë, nëse nuk ka, mund vendoset patania, mund vendoset diçka tjetër që mos trit trupi kështu thatë. Po nëse nuk vendoset, s'ka asnjë problem. Nuk ka asnjë urdhërese për këtë gjë. Nuk është thonë që duhet bërë patjetër, nuk është thonë që është sunet. Thjesht tregohet që mbi qefinat e pejgamberit alayhis salam është vendosur një tip kuverte e bardhë me fije të holla, pra nga fillimi deri në fund ka qenë fije e holla, të kuqe. Fije të holla të kuqe. Burd hibra. Hibra është nga Jemeni, burd është kjo që thamë ne. Kajë inshallah, ndoshta në një ditë të morëm një manikin dhe ta bëjmë këtu atë si lahet gjenazja, atë si që vinosën. Ose morëm në vlla të dalë vullnetar si i vdekur edhe t'ja bëjmë tamam. Allah e shpërblet. Selam aleikum.